Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i 8 janar 2026. Dashi. Ju mund të filloni të mendoni për ndryshime të mëdha, të doni mirë, por puna përfshin ndryshime që nuk janë gjithmonë të pranueshme. Ju e ndjeni se keni përjetuar një padrejtësi të vogël, mbrëmja premton të jetë interesante. Demi. Unë nuk do të doja që ju të mbani një dashuri të caktuar pa kënaqësie në dashuri, sepse në këtë ditë ekziston rreziku i egzagerimit në tonet e polemikave, fitore përfundimtare. Binjakët. Agitacioni nuk largohet, do të dëshironi të ndryshonit punë ose njerëzit që ju rrethojnë, por është e vështirë në këtë periudhë të arrini atë që dëshironi. Situata me një ish të mundshëm mund të jetë ende e vështirë për t'u shëruar. Mundohuni të shikoni drejt së ardhmes me më pak ankth. Gaforja. Situatë e mirë do të thoja që do të ishte gjithashtu e përshtatshme të mendoni për përfitimet e mëdha të ardhshme. Duhet mbajtur mend se kjo është një periudhë që mund të lejojë të balancojë llogaritë e vjetra të papaguara. Luani. Ju do të duhet të ndihmoni disi një njeri që jeton larg jush. Ndjenja ka të ngjarë të zërë mendimet tuaja. Virgjeresha. Mund të vijë një mundësi për t'u kapur, ndryshimet ndikojnë në jetën tuaj, në disa raste edhe vende ose detyra. Tërheqja për peshit dhe bricjapin. Peshorja. Është një ditë e mirë për punë edhe pse ka kaq shumë gjëra për të bërë. Ju do të shkoni në kërkim të dikujt për të dashur, të favorizoni takime të reja. Akrepi. Ekziston një rrugë e re për t'u kujdesur, fëmijët që janë të gatshëm për veprim mund të kenë sukses në studimet e tyre. Sa për dashurinë, ju jeni më të disponueshëm. Ata që kanë provuar një ndarje mund të largohen përsëri. Shigjetari. Është e mundur të zgjidhet një problem i lindur në të kaluarën. Dashuri pozitive, ju mund të falni një ofendim. Bricjapi. Do të keni mundësi të bëni zgjedhje me mend dhe krijuese që do të sjellin shpërblime të shkëlqyera. Lëreni zemrën tuaj të flasë, edhe nëse ka fjalë të ngatëruara, ju mund t'i ktheni ngrohtësinë historisë tuaj të dashurisë vetëm nëse ja vlen. Ujori. Një ditë me vendosmëri të madhe. Ju jeni më të motivuar në dashuri, duhet të mbyllni të gjitha gjërat që ju interesojnë deri sonte. Peshqit. Ndjeni në impresion, nervoz, të shqetësuar, të lodhur nga kaq shumë gjëra për të bërë. Në dashuri, nëse ka pasur keqkuptime apo bezdi, sot nuk ka nevojë të riktheheni bisedave të vjetra. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.